Jemi sërish së bashku në emisionin ton të 20 të ciklit Shoqëria në fokusin e Kuranit, ku padyshim që edhe sot do të jemi me lejen e Allahut të madhëruar në dritën, urtësitë dhe mesazhet e një ajeti madhështor kuranor me të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala i drejtohet si individit ashtu dhe bashkësisë islame. Vëllezër dhe jo motra, në mundimet përvaluese të jetës, në për rrugët që herë janë pashtigje, në mungesën e udhëzuesit, udhëheqësit, padyshim që udhëtari për në botën tjetër ka nevojë për një udhëzues, për një udhëheqës, ka nevojë për një dritë e cila do ta orientojë, ka nevojë për ujë që t'i shuaj etin, ka nevojë për një udhëheqës i cili do ta marrë prej dore, ta orientojë dhe t'i tregojë atij rrugën. Dhe orientuesi më i mirë, drita më e plot dhe udhëheqësi më i drejtë për në rrugën e besimtarëve, për tek Zoti i tyre, për në botën tjetër, për në xhenetet e larta, për në faljen, për mirësinë, për në mëshirën e Zotit dhe kënaqësinë e tij, padyshim që është mesazhi hyjnor, shpallja e përjetshme, Kurani fisnik, në të cilin ka mesazhe madhështore, ka udhëzime të përsosura dhe ka në të tregime të cilat janë domethënëse për shoqërinë njerëzore, por edhe nxitje të vazhdueshme që njeriu të jetë një krijesë e denjë ashtu si ka dëshiruar Allahu i madhëruar që ai të jetë. Një nga këto mesazhe me të cilat Allahu i madhëruar na drejtohet në Kur'anin famullar dhe i cili duhet të jetë mesazh i qartë që lën ndikim e që ne duhet ta kemi parasysh e të kthehemi atij herë pas here, është dhe fjala e Allahut të madhëruar në të cilin ai thot: Ja ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. O ju që keni besuar, hyni në Islam tërësisht dhe mos pasoni hapat e shejtanit, pasi shejtani është një armik i qartë për ju. Allahu i madhëruar në këtë ajet si në shumë ajetet të tjera na drejtohet me thirrjen e besimit. O ju që keni besuar, o ju që keni besuar Allahun dhe respektoni dhe dëgjoni profetin Muhammed, hyni në Islamin tërësisht, pra kryeni të gjitha dispozitat e Islamit, pa veçuar njërin nga një tjetër, pa i lënë më janë disa dispozita, apo pa i harruar ato. Kryeni Islamin ashtu si që ka urdhëruar Allah. Përmbajuni atij dhe mos ndiqni dhe mos pasoni hapat e shejtanit, i cili gjithmonë është në prit, i cili gjithmonë kërkon që njeriu të jetë sa më i devijuar në mënyrë që të përmbushet ajo premtimi që ai ka dhënë Zoti se do të devijojë sa më shumë, e në mënyrë që të ketë sa më tepër miq dhe shok për të ndarë së bashku me ta dënimin e Allahut. Kjo thirrje fisnike që Allahu subhanahu wa ta'ala na bën ne si besimtar në këtë ajet kuranor, padyshim që i drejtohet besimtarve, i drejtohet shpirtrave të tyre, sepse njeriu besimtari, çdo kush, njeriu në natyrën e tij ka nevojë për këshill, ka nevojë për përkujtim, ka nevojë shpirtrat që të rifreskohen me fjalën dhe mesazhin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është një thirrje fisnike, një thirrje që vjen nga Zoti madhështor, i cili është i mëshirshëm, i cili është i mëshirshëm dhe bujar me robërit e tij. Ai është bujar me krijesat, i don ato, i mëshiron ata. U ka hapur atyre derën e mirësisë
derën e faljes, derën e kthimit, derën e pendimit. Ndaj dhe Allahu xhelle shanuhu në këtë ajet kuranor u tregon dhe u bën thirrje atyre se nëse duan shpëtimin në këtë dynja dhe në botën tjetër, nëse duan të arrijnë kënaqësinë e Allahut të madhëruar si në këtë botë dhe në botën tjetër, nëse duan të arrijnë dashurinë e Allahut të madhëruar në këtë botë dhe në botën tjetër, nëse duan të arrijnë kënaqësinë, shpërblimin dhe xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, ata duhet patjetër që të realizojnë ato që Allahu i madhëruar u ka kërkuar, të realizojnë dispozitat që Allahu i madhëruar ka vendosur nëpërmjet Islamit, pra ta kryejnë Islamin tërësisht. Dhe mos të zgjedhin prej tij atë që duan apo u ka ënda, duke shpikur kështu një fe të re, por të përpiqen që të realizojnë fen Allahu xhelle shanu, ashtu si ai do dhe kërkon, në atë mënyrë ku njeriu do të arrijë kështu kënaqësinë Allahu xhelle shanuhu dhe fitoren në të dy botat. Padyshim kur njeriu i përgjigjet kësaj thirrje, ai do të prek dhe do të hyjë në botën e kënaqësisë, në botën e lumturisë, në botën e çlirimit. Ai do të shijojë ëmbëlsinë e besimit. Do të kuptojë dhe do të ndjejë se sa krenar është, se sa i privilegjuar është dhe sa i mëshirshëm dhe madhështor është Zoti i tij me të. Vëllezër dhe jo motrë, nëse duam që shoqëria jon të jetë një shoqëri e denjë, një shoqëri shembullore, një shoqëri e cila ecën përpara, një shoqëri e cila ngrihet lart qoftë në dimensionin moral, etik, shoqëror, ekonomik dhe në aspektin e sigurisë, normalisht që njeriu duhet patjetër të i përmbahet dispozitave të Zotit, sepse në këtë formë njeriu do ta bëjë ndërgjegjen e tij të shëndetshme, do ta bëjë ndërgjegjen e tij të shëndetshme të atill sa që ajo do ta pengojë nga veprimi i të këqijave. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar në një hadith se njeriu në këtë dynja është sikur ecën në një rrugë ku majtas dhe djathtas tij ka mure, e në këto mure ka dyër. Kjo rrugë është rruga e Islamit, rruga e Kur'anit, rruga e drejtë. Dhe këto dyër janë ndalesat, ato rrugëzat e shkurtra, që shpesh herë përpiqet njeriu të depërtojnë në to duke menduar se do të arrijë lumturinë, pasurinë dhe ato gjëra për të cilat e fton egoja, tahmaja dhe dëshira e tij për të arritur kënaqësitë për një kohë të shkurtër. Pra këto janë rrugët dhe janë dyert e së keqes. Në fillim të rrugës është një thirrës i cili thret, është pikërisht Kur'ani me mesazhet e tij. Ndërsa gjatë rrugës sa herë që njeriu afrohet për të hapur ndonjë nga këto dyert, në të cilët nëse do të hyjë do të bjerë brenda, do të shkatërrohet sepse do të bjerë në gjuna, është një thirrës i brendshëm i cili i fton, i thret, e këshillon, ai është ndërgjegja. Sa më e fortë të jetë ndërgjegja, sa më e pastër të jetë ndërgjegja, aq më i ruajtur do të jetë njeriu. Dhe ndërgjegja e njeriu do të jetë e pastër, e fuqishme dhe e fortë në momentin kur ne do t'i bindemi Allahut xhelle shanu, në momentin kur ne do të hyjmë të gjithë së bashku në fen islame, ashtu siç e ka zbritur Allahut, duke kryer atë të gjithën, pa lënë mangët diçka prej saj. Vëllai dhe ti motër, hyrja e njeriu në Islamin të rëndësishëm do thotë që njeriu të mos jetë prej atyre të cilët lën mangët fen e Zotit apo diçka prej saj. Do thotë që njeriu të angazhohet me ato që Allahu i madhruar i ka obliguar që t'i kryej. Do të thotë që njeriu të jetë i denj për atë që Allahu i madhruar ka krijuar, që ai të meritojë të jetë njeri i bindur, i nështruar, të jetë pikërisht
pjesë e asaj për cilën Allahu xhelle shanu ka thënë "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk I kam krijuar gjindët dhe njerëzit për diçka tjetër, vetëm se të më adhurojnë. La uridu minhum min rizqin wala uridu an yut'imun. Nuk ka nevojë për që ata të më furnizojnë apo për ushqim. Inna Allaha huwa ar-razzaqun dhul quwwati al-matin. Me të vërtetë Allahu është furnizuesi, ai është I plot fuqishmi. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala nuk kërkon prej robërve edhe as prej gjindëve që ata ta furnizojnë, apo që ta mbështesin, apo që ta ndihmojnë, apo që t'i shtojnë atij fuqinë, madhështinë, pasurinë. Jo, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ka nevojë për asgjë prej tyre. Madje Allahu subhanahu wa ta'ala është ai I cili ushqen robërit e tij, është ai I cili I fuqizon ata, është ai I cili I ndihmon ata, është ai I cili I suporton ata kohë pas kohe në çdo situatë. Është ai I cili u hap rrugët, shtigjet dhe u jep atyre mundësi. Pra adhurimi nuk mund të përmbushet duke kryer diçka dhe duke lënë diçka tjetër. Adhurimi nuk kryhet vetëm në xhami. Adhurimi nuk kryhet vetëm gjatë një muaji të Ramazanit. Përkundrazi, dimensioni I adhurimit përfshin të gjithë sferat e jetës dhe përfshin të gjithë muajt e tjerë veç Ramazanit. Madje adhurimi është një angazhim me të cilin njeriu është gjithmonë në kontakt, në çdo kohë, në çdo moment, në çdo çast, madje në çdo frymëmarrje. Derisa vdekja t'i vi e syt t'i mbyllen. Ashtu siç thot Allahu xhelle xhelalu, siç I drejtohet Allahu subhanahu wa ta'ala profetit të tij Muhamedit alayhi salatu wasalam. Njeriu më të mirë që ka shkelur mbi tokë. Profetit më të zgjedhur, atij të cilit I ka falur Allahu I madhruar gjunahet dhe gabimet përpara profecisë, edhe ato që ndoshta ka bërë pasaj, por që është njëkohësisht thirrje për të gjithë ata të cilët e pasojnë. Allahu I madhruar thot: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Dhe ti adhuroje Zotin tënd derisa të vi ty o Muhammed e vërteta, derisa të vi vdekja e vërteta pashmangshme. Ajo e cila do ta bëj njeriu që të kuptojë se me të vërtetë në këtë dynja ai nuk ishte vetëm se një musafir. Se kjo dynja nuk ishte vetëm se një etapë e jetës, ashtu siç ishte një etapë kur ishte në barkun e nënës. Dhe se me jetën e kësaj bote dhe se me vdekjen nuk mbaron gjithçka. Përkundrazi, vdekja nuk është vetëm se një ndryshim etape, një kalimi nga një botë në një botë tjetër, por tashmë me një ndryshim të madh, ku njeriu nuk ka dot më mundësi ta rregullojë veten, as ta përmirësojë, as të kryejë ndonjë vepër të mirë, të cilin ai do të dëshironte me kaq shumë zell që ta kryente, qoftë edhe një herë të vetme. Por vdekja është një ndarëse midis punës dhe njeriut, midis jetës së kësaj bote dhe shpërblimit apo dënimit. Padyshim, vëllezër dhe ju motra, në kontekstin e këtij ajeti, realizojeni Islamin tërësisht. Ne kemi dalë nga një muaj madhështor, nga një muaj në të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala vendosi për robërit e tij mirësi të pafundme, ku njerëzit padyshim janë më afër Allahu subhanahu wa ta'ala. Në një muaj ku xhamit tona guzhin nga njerëzit e shumë të cilët hynë dhe falen në to. Nga sofrat e mbushura në perëndimin e diellit për shkak të numrit të madh të agjëruesve, nga bujaria e madhe e të skajshme e cila gjendet në këtë muaj. Pra të gjitha këto vepra tashmë ne I pam në muajin e Ramazanit, por që për fat keq shpesh herë sa po falet namazi I Bajramit, shumë për këtyre veprave humbin, mungojnë, braktisen, xhamit zbrazen, sofrat në të cilat thyet iftari tashmë boshatisen, dhe bujaria disi është
më e dobët. Vëllezër dhe motra, normalisht që njeriu nga natyra e tij dobësohet. Ajo forca dhe fuqia hera herës zbehet. Kjo është natyra njerëzore, natyrë në të cilën Allahu vete ka krijuar. Por kjo nuk do thotë që njeriu të braktisë adhurimet bazë, ato me të cilat ai afrohej Allahu xhelleshanuhu në Ramazan. Ajo me të cilën njeriu i tregonte Allahu subhanahu wa taala sa i donte, se ishte robi i tij, se ishte një krijesë e përulur, e nështruar, e dëgjueshme ndaj Allahut të lartësuar. Nuk heq dorë njeriu jashtë Ramazanit nga ato vepra të cilat e bëjnë atë të denjë për të qenë rob i Zotit dhe një krijesë e denjë për të fituar kënaqësinë e Allahut dhe xhenetin e tij. Vëllezër dhe ju motra, dashamirës të ekranit, Zoti i Madh ka krijuar 12 muaj. Vërtet Ramazani është një muaj madhështor. Allahu i madhruar ka zgjedhur muaj ashtu siç ka zgjedhur njerëzit. Ashtu siç ka bërë disa sure më me vlerë se sa disa të tjera. Disa profet më të vlefshëm se sa disa të tjera, por ja që ne muslimanët i besojmë të gjithë profetët. Nuk neglizhojmë dikën prej tyre. Edhe Kur'anin. Kujdesemi njësoj për të gjitha suret, ajetet dhe mesazhet e tij. Pasi të gjitha janë fjalë e Zotit. Edhe muajt janë të gjithë muajt e Allahut. Zoti i madhruar është Zoti i gjithësisë në çdo muaj, në çdo kohë të vitit, në çdo javë, në çdo ditë, në çdo orë, çast, në çdo frymëri. Ai nuk është Zot që meriton të adhurohet vetëm Ramazan. Ai duhet të adhurohet në çdo kohë prej nesh. Në çdo moment. A nuk është e denjë, vëllezër dhe ju motra? A nuk është e denjë, o ju besimtar, o ju musliman? Sidomos ju të cilët e keni provuar dhe keni shijuar për herë të parë adhurimin gjatë muajit Ramazanit. A nuk është e denjë që t'i tregoni Allahu subhanahu wa taala se ju e doni atë edhe jashtë Ramazanit? Se ju jeni të përmalluar për takimin me Zotin tuaj, me xhenetin, edhe jashtë Ramazanit? A nuk e meritojmë ne që t'jemi robër të denjë ndaj Zotit ton edhe jashtë Ramazanit? Madje përkundrazi, kjo tregon që ne jemi të vërtetë. Ne jemi të sinqertë, se ne jemi serioz. Të adhurojmë Allahun xhelleshanu në çdo kohë, në çdo moment, në çdo muaj, jo vetëm Ramazan. Patjetër që duhet përfitojmë nga kohët e volitshme, por jo të braktisim adhurimet pasi mbarojnë të kohë. Nuk duhet të braktisim namazin, adhurimin Allahut. Pra, nuk mundet, vëllezër dhe ju motra, që me njëherë pas Ramazanit, pasi kemi shijuar kënaqësinë që na dhuronte agjërimi, namazi, kur ne ishin përkushtuar dhe vërponim, shpejtoni për të falur namazin, jo vetëm namazet e ditës, por të vinim edhe gjatë namazeve të taravive, natën, qëndroni në këmbë për orë të tëra, dhe pasi të falim Bajramin, të kthehemi sërish ke gotë rakis, ke bigjozi, ke droga, ke veprat e këqija, ke veprat e pahishme. Mos vëlla, mos motër, të kam rigja. Ktheu ke Allahu subhanahu wa taala. Dhe e ashtu si që ishte, edhe gjatë Ramazanit, si një lule e freskët, si një lule plot aromë, si një robi vërtet, si një robi cili e din se Zoti i tij e shikon në çdo kohë, se e mbikëqyr në çdo çast, se e mbikëqyr në çdo moment, në çdo muaj, se i friksohet rob, se i friksohet Zotit të tij gjatë 12 muajve dhe jo vetëm Ramazan. Pra si mundet që të falesh netëve të Ramazanit, teravit, dhe të praktisesh namazet farz,
gjatë jashtë Ramazanit. Kjo thirrje, vëllezër dhe motra, është për gjithë ne. Sepse drita shpeshherë, drita që kemi në zemër, drita e besimit, ajo zbehet. Dhe dëshira që kemi për të adhuruar Zotin, për të kryer vepra të mira, shuhet. Ndaj ne le ta marrim këtë mesazh nga Zoti ynë, i cili na thret që ta adhurojmë atë në çdo çast, ta adhurojmë atë në çdo kohë, ta adhurojmë çdo gjë që ai ka obliguar. Agjërimi padyshim që është nga veprat madhështore. Adhurimi Allahut në Ramazan është vepër madhështore, por ai është po kaq madhështor edhe jashtë Ramazanit. Është po kaq madhështor edhe në çdo çast dhe moment të jetës, derisa vdekja të na vi e të na çojë për tek Zoti i Madh, tek i cili do të dalim përpara. Ku nëse do ta adhurojmë vetëm Ramazan, do të na vi turp përpara Allahu subhanahu wa taala, që ne kemi lënë mangët adhurimin e tij jashtë Ramazanit. Vëllezër dhe ju motra, këtu vjen edhe momenti për të bërë një pauzë të shkurtër për të takuar në pjesën e dytë të këtij emisioni. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe ju motra, ja të kthehemi sërish në këtë pjesë të dytë të këtij emisioni. Pra çdo njëri prej nesh, i cili kërkon që të jetë rob i nështruar, i përulur dhe i denj ndaj krijuesit të vet, duhet të adhurojë Allahun xhalla xhelaluhu, Zotin e tij, atë që ai shpreh se e do dhe kërkon që ta kënaqë në çdo kohë, në çdo moment. Duhet të dim diçka, se kur Allahu subhanahu wa taala na urdhëron që ne të hyjmë në Islam tërësisht, pra jo të adhurojmë Allahun me sezone, apo jo të adhurojmë Allahun me diçka dhe të lëmë diçka tjetër, Allahu subhanahu wa taala nuk i kërkon këtë se ka nevojë për ne. Nuk i kërkon këtë sepse nëpërmjet saj mund të rritet Allahu xhelle shanuhu madhështia dhe t'i zgjerohet pushteti. Jo, kurse si. Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë për asnjëherë nga këto. Allahu xhelle shanuhu është i gjithë pushtetshëm. Allahu i madhruar është krijuesi. Ai është pronari i çdo gjëje që na shikon syri dhe nuk na shikon. Çdo gjë në këtë ekzistencë është krijesë e Zotit dhe i nështrohet atij. E madhron Allahun, edhe pse ne nuk e kuptojmë këtë madhërim që ata i bëjnë. Allahu i madhëruar nuk ka nevojë për asgjë, ne kemi nevojë për Allahun. Allahu i madhëruar na thot në Kur'anin famëlart: Ja ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. O njerëz, ju keni nevojë për Allahun. Jeni të varfër. Keni nevojë për Allahun. Kurse Allahu është ai i cili është i pasur. Allahu është i vetë mjaftueshëm dhe ai është i falendëruar. Allahu xhelle shanuhu nuk ka nevojë për falendërimin ton. Nuk ka nevojë për adhurimin ton. Nuk ka nevojë për nështrimin dhe për uljen që ne i bëjmë. Përkundërzi, Allahu na fton se na do. Allahu na fton që ne të jemi krijesa të denja. Allahu na fton se ai shpreh mëshirë ndaj nesh. Pra Allahu i madhëruar na fton për në vepra të mira dhe na shpërblen. Kjo e mirë që ne kryejmë, kjo adhurim që ne kryejmë, kjo nështrim që ne shfaqim ndaj Zotit dhe për ulje që shfaqim ndaj Allahu subhanahu wa taala, kthehet në mirësi për ne dhe jo për Allahun. Allahun e adhuruam ne apo jo? Nuk i pakson asgjë nga sundimi. Allahu i madhëruar thot në një hadith kutsi, të cilin e transmeton profeti sallallahu alaihi wasallam: O robrit e mi, sikur i pari nga ju,
dhe i fundit nga ju, pra që nga Ademi a.s. E deri tek njeriu i fundit që do të dalë në këtë dynja, e do të shkel mbi këtë tokë. Të jeni me zemrën e njeriu të më të mirë, më të devotshëm, më të përulur. Madje njerëzit edhe gjindet bashkë të jenë në këtë lloj forme dhe natyre. Kjo nuk do t'i shtonte asgjë Allahut, pra nuk do t'i shtonte pushtetin Allahut. Nuk do t'i shtonte diçka në sundimin e tij. Por edhe anasjelltas, nëse i pari nga ju, që nga Ademi, dhe i fundit ndër ju, pra krijesa, njeriu i fundit që do të shkel mbi këtë tokë. Madje njerëzit dhe gjindet bashkë të ishin me zemrën e njeriut më të shthurur, më renegat. Kjo nuk do t'i paksonte asgjë Allahut në sundimin e tij. Allahu i madhruar nuk ka nevojë për asgjë. Madje nëse të gjithë ne, njerëzit dhe gjindet, do të mblidheshim në një vend të hapur, e çdo njeri prej nesh t'i kërkonte Zotit, t'i ngrente duart nga qielli, t'i kërkonte Allahut një kërkesë të veçantë nga edhe Zoti i Madh, t'ia plotësonte çdo njerit kërkesën e tij, lutjen e tij. Kjo nuk do të paksonte nga sundimi i Allahut xhelleshan, dhe nuk do zvoglonte nga pushteti i tij aq sa zvoglon dhe merr gjilpëra nga uji i detit. Futeni gjilpërën në det dhe nxirreni dhe shikoni se sa merr prej saj. Vëllezër dhe motra, ne kemi nevojë për Allahun. Ne kemi nevojë në çdo çast, në çdo moment, në çdo kohë. Ne kemi nevojë në çdo frymëmarrje, në çdo hapje dhe mbyllje syri, në çdo hap që hedhim, në çdo lëvizje të dorës që bëjmë. Madje kemi nevojë edhe për ato gjëra që nuk i ndijmë, për rrahjen e zemrës dhe lëvizjen e gjakut, funksionimin e muskujve, venave dhe indeve. Ne kemi nevojë për Allahun. Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë për asgjë prej nesh. Allahu i madhruar na ka vendosur në këtë dynja përkohësisht dhe na ka treguar se nëse duam vërtet që të jemi krenar, që të jemi krijesa të denja, që të jemi prej atyre të cilët duan mirësinë e pafundme, atëherë të bindemi Allahut, të nënshtrohemi atit, në mënyrë që të fitojmë dashurinë, kënaqësinë dhe xhenetin e tij. Kështu që vëllezër dhe motra, ne duhet të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala në çdo muaj, jo vetëm Ramazan. Pasi 12 muajt plotësojnë vitin dhe të 12 muaj bashk janë pjesë e jetës sonë, për të cilin çdo njeri prej nesh do të pyetet ditën e gjykimit. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith, nuk do të lëvizin këmbët e robit në ditën e gjykimit derisa të pyetet për 4 gjëra. Pra, kur dalim përpara Allahu xhelle xhelaluhu, kur të jemi vetëm për vetëm me krijuesin ton, për atë i cili na ka krijuar, që na ka dhënë çdo gjë, na ka mundsuar çdo gjë, i ka nështruar njeriu çdo gjë, e ka pajisur njeriu me intelekt, me mençuri. I ka dhënë Allahu subhanahu wa taala të gjitha mundësitë. Njeriu kur të dalin përpara Allahu xhelle xhelaluhu dhe për të na marrë në llogari për atë se çfarë kemi bërë në këtë botë, pra këmbët e njeriu nuk do të bëjnë dot përpara derisa të pyetet për 4 gjëra. Dhe njëra ndër to është me jetën e tij çfarë bëri. Jetën e tij ku e çoi. Jetën e tij, çfarë funksioni kishte? Si harxhoi jetën? Harxhoi duke qenë një rob i denj ndaj Allahut, apo një njeri i cili i ktheu shpinën dhe i hodhi mbrapa mesazhet e Zotit të tij. Kështu që çdo njeri prej nesh duhet përgatisë veten e tij për këtë qendresë, e cila nuk është qendresë e lehtë. Ajo është një qendresë e vështirë, ku njeriu do të kthejë kokën nga e djatha dhe nuk do të shohë asgjë tjetër përveç veprave të mira që ka kryer. E do të kthejë kokën nga e majta e nuk do të shohë gjë tjetër përveç se veprave të këqija që ka kryer.
por padyshim që në të djathtën e tij janë të mira dhe xheneti, e në të majtën e tij janë të këqija dhe zjarri. Atëherë ne le të zgjedhim. Le të zgjedhim se kë përfundim dëshirojmë për veten tonë. A dëshirojmë përfundimin e të mirëve, të djathtëve, apo atyre të cilët kanë pëlqyer dhe zgjedhur shkatërrimin dhe zjarrin e xhehenemit, Zoti na ruajt. Allahu i madhruar atyre të cilët tregohen në renegat, u drejtohet në Kur'an me 2 mesazhe. Një mesazh i cili u jep shpresë se Allahu subhanahu wa taala, sido që të jenë situatat dhe gjërat, sado kritike të jetë gjendja, Allahu i madhruar ka lënë portën e pendimit, të kthimit të hapur. Përderisa je në jetë, e ke portën për të kthyer tek Zoti të hapur. Përpiqu të kthehesh ke Zoti, ashtu siç ishe në Ramazan, të jesh edhe në kohë tjera. Të mos e marri malli xhamin për ty. Mos u bëj nga ata njerëz të cilët e merr malli xhamin, pasi nuk të sheh vetëm se në Ramazan. Mos u bëj nga ata njerëz të cilët përmallohet Kur'ani që ta hapësh e ta lexosh. Mos u bëj nga ata njerëz të cilët nuk e njohin agjërimin vetëm se gjatë muajit të Ramazanit. Mos u bëj njëri i tillë si ata të cilët në Ramazan janë bujar, jashtë ti bëhen kopratësat më të mëdhenj, sikur nuk kanë qenë ata të cilët ishin në Ramazan. Allahu i madhruar na thot në Kur'an, duke na treguar këtë realitet, po duke na kujtuar edhe në të njëjtën kohë se ai përveç se ka lënë një derë të hapur dhe një mundësi të hapur për të kthyer tek Allahu xhelleshanu, për ata të cilët janë kokfort dhe që mendojnë se do t'i bëjnë dëm Zotit duke qenë njerëz të papërfillshëm, pra të cilët nuk e përfillin mesazhin e Zotit, Allahu i madhruar atyre u drejtohet me një kërcënim. Allahu i madhruar thot në Kur'anin famulart: "Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim." Ti kujtoj robrit e mi, o Muhammed. Kujtoj robrit e mi se unë jam falës i mëshirshëm. Pra, Allahu subhanahu wa taala tregon në këtë ajet, në këtë pjesë të ajetit, se ai është falës, është i mëshirshëm, se ai na do. Ndaj edhe ka lënë mundësi njeriu të pendohet, të kthehet ke Allahu xhelle xhelalu. Çdo njeri prej nesh ka nevojë që të kthehet ke Zoti, të pendohet, kërkoj falje. Pasi çdo njeri prej nesh bën gabime, bën gafa, shkarje, bën gjunahe. Por nga ana tjetër, wa nabihum anna adhabi huwa adhabul alim. Por kujtoj ata gjithashtu se dënimi im është një dënim i dhëmshëm. Ai është dënim për ata të cilët tregohen kokfort, të cilët janë të pandrejshëm, të cilët mendojnë se dëmtojnë Zotin e tyre duke qenë të shturur dhe të dhënë vetëm pas qefeve dhe kënaqësive të kësaj bote dhe duke harruar Allahun. Të cilët mendojnë se kur harrojnë Allahu xhelleshanuhu e kanë dëmtuar Allahun. Allahu i madhruar thot: "Wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Dhe mos u bëni si ata të cilët mendojnë se harruan Allahun, ndërkohë që Allahu i bën që ata të harrojnë vetveten. Pra që të harrojnë vetveten se ata do të mbarojnë një ditë, do të shkojnë, do të vi fundi, do të vi vdekja. Por që nuk mbaron e gjitha me vdekjen, pasi ne do të shkojmë tek Allahu xhelleshanu. Do t'i paraqitemi Allahu subhanahu wa taala. Deshëm apo nuk deshëm, do të dalim përpara Zotit madh për të dhënë llogari. Atje do të bëhet drejtësia plot. Atje është drejtësia absolute. Nuk ka mundësi që njeriu të vinë në këtë botë thjesht për të ikur. Se nëse do të ishte me vdekjen, do të mbaronte çdo gjë me vdekjen, nuk do të kishte kuptim edhe jeta. Nuk do të realizohej drejtësia. Jo, të gjithë do të dalin përpara Allahut xhelleshanu
Dhe ai do të na pyesë një për një. Çfarë kemi kryer dhe çfarë jo? E do të shpërblej punë mirët me mëshirën e tij. E do të dënoj ata punë këqijt, të cilët janë mizor me drejtësinë e tij. Prandaj çdo njeri prej nesh të përpiqet që të kthehet ke Allahu xhaleshanu. E mos mendoj se ai harron Allahun, por ndërkohë që Allahu e bën që ai të harrojë vetveten, të harrojë se kush është, nga ka ardhur, kush është dhe ku do të shkojë. Ndaj ne kemi nevojë që të kthehemi ke Allahu dhe të realizojmë dispozitat e tij, ashtu si Allahu i madhëruar ka kërkuar prej nesh. Madje në një jetë përpara këtij Allahu subhanahu wa taala na thot: Ja ayyuhalladhina amanu taqullah. O ju që keni besuar, friksoni Zotit. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. O ju që keni besuar, friksojeni Allahu dhe le të shohë çdo njeri prej jush çfarë ka përgatitur për nesër. Dhe friksojeni Allahut. Sepse Allahu është i gjithditur, i mirë informuar për atë që ju bëni. Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Nëse njeriu adhuron, nëse ne do të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala vetëm në Ramazan dhe pas tij do të harrojmë Allahun xhaleshanuhu, pra do të harrojmë realisht, do të harrojmë vetveten. Çfarë kemi përgatitur për nesër? E dini vëllezër dhe ju motra që e nesërmja është shumë afër. E nesërmja është vdekja. E nesërmja është dita e gjykimit. E nesërmja është ajo kohë ku ne do të jemi të pamundur për të ndrejtur veten tonë. Kur do të jemi të pamundur dhe të pafuqishëm për të kryer punë të mira. Të pafuqishëm për të kthyer edhe një herë në këtë jetë, pasi dheu do të na ketë mbuluar, syt do të na jetë mbyllur dhe trupi dhe mishi do të na jetë pretur. Por që nuk mbaron thjesht dhe vetëm këtu, pasi Allahu subhanahu wa taala, i cili na krijoi pa një shembull të mëparshëm, do ta e ka padyshim më të lehtë rikthimin dhe ringjalljen tonë. Vëllezër dhe motra, e pra Allahu subhanahu wa taala na fton që ne të bindemi atij, të jemi krijesat nështruar ndaj Allahut, të jemi robër të bindur ndaj tij, ta kryejmë Islamin, ta realizojmë atë, ta zbatojmë atë tërësisht në çdo aspekt të jetës, jo vetëm thjesht në xhami. Në xhami të jemi musliman dhe jashtë tij të jemi njerëz të tjerë. Të mos adhurojmë Allahun vetëm në Ramazan dhe në muajt e tjerë sikur nuk kemi qenë muslimanë dhe nuk e kemi adhuruar Allahun. Përkundërzi në çdo kohë dhe na bën me dije. Dhe na tërheq vërejtjen që të mos pasojmë shejtanin. Mos pasoni hapat e shejtanit, thot Allahu në këtë jetë, pasi ai është armik i përbetuar me ju. Shejtani në momentin që Allahu subhanahu wa taala e mallkoi dhe e nxorri nga mëshira e tij, i kërkoi Allahut kohë, i kërkoi Allahut mundësi, dhe pasi Allahu ja dha këtë mundësi, ai premtoi Zotit se do të shkatëronte dhe do të devijonte çdo kënd që mundej, me përjashtim të robërve të tij të devotshëm. Atëherë, dije vëlla dhe ti o motrë se shejtani është armiku ynë. Dhe nuk është prej zgjuarsisë që të pasosh hapat e armikut. Përkundrazi, duhet që të jesh në llogori me armikun. Përballë ti ruhesh dredhive të tij në mënyrë që të mos shkasi këmba, në mënyrë që të mos shkatërroj, në mënyrë që të mos pushtoj atë mbretërinë tënde. Mos e ndiqni pra, thot Allahu, shejtanin, sepse ai është armiku juaj i hapur. E lusë Allahun e madhëruar që të më bëj mua dhe juve për atyre të cilët e adhurojnë Allahun në çdo kohë, në çdo çast dhe në çdo situatë. E lusë Allahun subhanahu wa taala që të na bëj adhurues të denj dhe robër të tij të sinqert si në Ramazan dhe jashtë tij, dhe të na bëj për atyre të cilët e realizojnë Islamin të gjithin, të tërin, pa bërë përjashtime apo përzjedhje. E lusë Allahun e madhëruar
që të na jap begati në këtë botë dhe mirësi në botën tjetër. Dhe këtu padyshim që i vjen fundi këtij emisioni, duke shpresuar se Allahu i madhruar do të na jap jetë dhe mundësi që të takohemi dhe rishihemi sërish. E deri atëherë, selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh.